Kryetari i LDK-s Lumir Abdigjiku dje refuzoi ftesën e Albin Kurtit për zhbllokimin e situatës në raport me konstituimin e Kuventit. Përkundër Abdigjiku, ftesën e pranoi Melmi Krasniqi i PDK-s, por që edhe në këtë seancë nuk u arrit konstituimi i Kuventit. Në një prononcim kanë folur dhe nga familja e Akij Merit. Ata thonë se Abdigjiku nuk është trashëgimtar i Rrugovës, duke shtuar se ai është bursist politik i Isa Mustafës, duke theksuar se ai predikon shfaqje, vetkontroll dhe nënshtrim të sofistikuar. Lidhja Demokratike e Kosovës u lind si një dritë në fund të tunelit të errësirës serbe. Ishte një lëvizje, një mendësi, një rezistencë e heshtur, një akademi politike. Por sot ajo dritë është ndëruar në një reklam me slogane të zbrasta të markës Rruga e Re, sponsorizuar nga aktere fantom. Në qendër të kësaj historie qëndron Lumir Abdigjiku, një akter i infiltruar që vesh kostum të shtrenjtë, flet duke kopjuar dhe mendon me tru të huazuar. Ai është një talking doll politik, e shtyp butonin thot LDK nuk është më ajo vjetra, shtyp sërisht, e dëgjon të përshpërit Rruga e Re, shtyp një herë të tretë dhe befasisht del logoja e PDK-s nga krau i xhaketës. Lumiri nuk është trashëgimtar i Rrugovës, ai është një bursist politik i Isa Mustafës, fytyra e vërtetë e tij. Rrugova predikonte durim, mendim, dialog, paqe dhe mbi të gjitha qëndrim. Abdigjiku predikon shfaqje, vetkontroll dhe nënshtrim të sofistikuar. Ai nuk e ka LDK në gjak, por e ka një porosi, një mision, shkatrimin e saj. Komunisti Isa Mustafa, mjeshtër i pastrimit të heshtur, e përdori partinë si një inkubator për të rritur një lider që nuk është lider, por një administrator i strukturave që e sollën LDK-n buz greminës. Refuzimi që LDK-ja ja bëri Kurtit, thot se humbi vet LDK, sepse nuk e shtishtosh një partie që nuk po di më si të shkurtoj veten pa dhimbje. Dikur LDK-ja ishte partia e njerëzve të librave, ndërsa sot është biblioteka e mbytur, ku lexohen vetëm urdhrat e oligarkëve të PDK-s. Është partia që nga një monument i fjalës është ndëruar në një mumje të balsamosur. Shikoni si refuzoi takimin me Albin Kurtin, me një arrogancë si shkon askujt që ka rënë në një sondazh sigur në pus. Aty nuk humbi Albin Kurti, sepse ai është kryeministër, ka vota dhe ka timonin. Gjithçka që bër Lumiri me vetdije përfundon si dhuratë për PDK-n. Është sikur se çdo strategji e tij kalon përmes filtrit a do të gëzonte ashimthaçi një lëvizje. Nëse përgjigjja është po, ai e bën. Lumiri është si një kirurg që po operon një trup politik të vdekur, po pa vërejtur që në dorë ka jo një bisturi, por furkën e darkës së fundit. Dhe darka po mbahet në një vil ku Isa Mustafa pin verme të vjetrit, ndërsa elektorati i LDK-s ka kaluar në LLV, guxon me autobus urban, përfundoi ai.